Po pse e thot Trumpi këtë? Po sepse do është një lloj, le të themi, presioni do që vjen po kështu edhe nga deklaratat e mëparshme që do shpresojnë që të dalit që të ketë një regjim tjetër, por që çdo gjë është fluks, domethënë këto veprimet e fundit kanë treguar që aty nuk është se kanë ndonjë sinjal të besueshëm ka brenda Iranit që të le të themi të sugjerojë që mund bëhet fjalë për një ndryshim regjimi thjesht me forcën ajrore që suportohet nga Amerika dhe nga Izraeli. Domethënë nëse bëhet fjalë për ndryshim regjimi, atëherë ai do të dërgojë trupa në terren, dhe kjo është diçka që është një gjë shumë e vështirë për të kapërcyer. Domethënë e përdor një shembull ose një krahasim, për shembull në rastin e ndërhyrjes në Irak, këtu e para 13 viteve më parë, mars 2003, tani jemi mars 2026, Iraku ka pasur një popullsi për rreth 26 milion banorësh, edhe ishin gati 250.000 trupa të huaja që ndërhyen, dhe që praktikat e tregojnë që nuk ishin të mjaftueshme. Në rastin e Iranit, kemi të bëjmë me një popullsi për gati 90 disa milion banorësh, një terren që është vërtet malor, kështu që le të themi trupat që supozohet të shkojnë aty për ndryshuar regjimin apo për të mbështetur, le të themi, lëvizje të brendshme që synojnë ndryshimin e regjimit, do të jenë disa fish më të mëdha nga ato që përdoren në Irak, dhe deri tani nuk është se ka ndonjë gjas që një gjë e tillë të ndodhi. Ajo që flitet më tepër edhe që mund të ketë aty diçka është pushtimi i ishullit në Karg, që është një ishull që Irani e ka, dhe që supozohet që pushtimi i tij vërtet mund të ndikojnë në menaxhimin e burimeve të energjisë që ka Irani, po kështu edhe menaxhimin e ngushticës së Hormuzit. Po edhe kjo është një objektiv që unë s'kam lexuar apo dëgjuar asgjë nga ushtarakët ose ish ushtarakët që ta mbështesin këtë si një objektiv politik që arrihet nëpërmjet forcave ushtarake. Pra edhe vetë le të themi pushtimi i ishullit ngrej shumë pikë pyetje dhe paqartësi, edhe është një gjë që nuk para rekomandohet. Por nga ana tjetër është fakt që është ai që ai element që tash më herët që deri tani po mobilizojnë trupa toksore në Lindjen e Mesme, kryesisht në Jordani, po kështu në Izrael ka Amerika, edhe përdorimi i cilave që edhe mund të supozohet mund të jetë limituar drejt pushtimit të ishullit, por që është vërtet një situatë shumë kaotike dhe konfuze.